Bllokimi i akseve rrugore që lidhin Juglindjen me pjesën tjetër të vendit po godet drejt për drejt ekonominë e zonës. Qarkullimi i kufizuar ka prekur zinxhirin e furnizimit, duke shkaktuar vonesa, kostoshtesë dhe rritje çmimesh. Tregtarët raportojnë se transporti tashmë zgjat shumë më tepër për shkak të devijimeve dhe trafikut në rrugët alternative. Segmenti Përmet Tepelen është kthyer në të vetme zgjidhje për lëvizje, por rruga është e gjatë dhe e mbi ngarkuar. Vonesa ka sa të duash, ka raste që për furnizimin flen andej, me bllokimin që ndodhi është katastrofë, nëse nuk hapet rruga do detyrohemi të rrim pushim, shprehet një tregtar. Një tjetër thekson se kostoja e transportit është dyfishuar dhe se kjo po reflektohet drejt për drejt në çmimet e produkteve. Pasojat janë ndier forte edhe në turizëm. Operatorët në Korçë dhe Pogradec raportojnë anulime masive rezervimesh në hotele, bujtina dhe restorante. Sipas tyre, pasiguria në qarkullim dhe zgjatja e udhëtimit kanë bërë që shumë vizitorë të anulojnë planet. 70% e rezervimeve janë anuluar. Ka rënje të ardhurave. Është hera e tretë këtë sezon që përsëritet, shpreh një operator turistik. Bizneset paralajmërojnë se nëse situata vazhdon kështu, disa prej tyre mund të detyrohen të mbyllin aktivitetin për shkak të kostove të larta dhe mungesës së klientëve. Në kulmin e sezonit, infrastruktura e bllokuar po kthehet në një goditje serioze për ekonominë e Juglindjes.